Prej 3 vitesh tashmë këngëtari Luiz Eli dhe Chiara Tito janë një ndër çiftet më të përfolura, por edhe më të dashura të showbizit shqiptar. Historia e tyre u bë shumë e dashur për publikun, që në momentin kur ata u njohën në shtëpinë e Big Brother VIP 4. Ndërsa më pas njësër ngjarjesh e shoqëruan çiftin duke nisur që nga propozimi për martesë dhe deri tek celebrimi i dashurisë së tyre. Madje një vit më parë në jetën e tyre erdhi dhurata më e çmuar, bebushja Luna Mari, e cila në 30 prill mbushi 1 vjeç. Chiara dhe Luizi i organizuan një festë shumë të madhe dhe të bukur. Por gjithashtu Luizi ka bërë edhe një gjest shumë të bukur ndaj partneres së tij, e cila dihet tashmë se është moderatore në Portokalli. Gjatë kohës kur Chiara prezantonte spektaklin, Luizi është afruar në skenë dhe i ka dhuruar një buqet të madhe me lule dielli.